në Amerikë, sepse në fundit, dosja me Gonigal dhe procese me Gonigal, të ishin 3 procese, nuk u publikuan. Sepse me Gonigal nuk u gjykua në një proces të plot, sepse me Gonigal bëri marrëveshje. Pra, i pranoi të shpallej fajtor, të përfitonte një dënim më të butë, të mos rëndonte në publik dhe në mediat amerikane edhe imazhin e FBI, dhe se mos zyrës të New Yorkut, dhe pranoi marrëveshje. Dënimi i parë aty për këtë $225,000 ka qenë, mos gaboj, 28 muaj, pra 2 vjet e 4 muaj, që ai bëri marrëveshje. Prandaj ne nuk e pam. Ndërkohë, ne nuk na thot gjë njeri sot, dhe unë jam shumë kurioz, që në 2023 është bërë një kallëzim në SPAK. Jo që SPAK-u do ta niste me një herë çështjen. Që në momenti kur dolën të dhëna për zyrtarët e lartë shqiptar, të implikuar në këtë historinë amerikane, në këtë interferencën atje, që kishte ndikuar në procesin zgjedhor në Shqipëri, në zhvillimet politike në Shqipëri, në karrierën e politikanëve në Shqipëri. Në 2023, mos gaboj, deputeti Bardhi ka bërë një kallëzim në SPAK. Unë kam parë dhe kallëzimin, kam parë mbrapa dhe përgjigjet e SPAK, kam parë dhe ka kërkuar prapë informacion, si Bardhi. Pikërisht për dosjen me Gonigal dhe i shuar edhe ajo që ka dalë në media, por dhe pjesë e fashikullit dosjes që ka qenë publik. I është dhënë SPAK-u e ka në dispozicion. Dhe me Gonigal tregon qartazi që ka ardhur në Shqipëri, e ke aty në dosje. Tregon ditën, orën, kush e ka pritur, çka ka përfituar. Ai vërtet thotë ku bërë dhuratë në një kapele. Tash atë kapelen që unë e kam sjellë tu. Pra e ka bërë kryeministri, e ka bërë aty kryetarit bashkisë. Por ai nuk thotë kur ka interferuar, sepse çfarë del te interferimi i tij. Ai ka ndërhyrë te vettingu, te procesi i vettingut. Dhe ne kemi sot kjo drejtësia e re, që presin gjithë bëjnami, kemi emra konkret që janë kaluar me ndërhyrje me Gonigalin. Pra, emra konkret që nuk është kontrolluar asgjë, sot kur del në media dosja e X prokurorit, si ka kaluar kjo? Ja, pra ka kaluar. I ka quar atje, ka thënë dosja e këtij do kontrollohet. Dhe nuk është kontrolluar fare. Për të tjerët, pastaj kanë shkuar, e kanë kapur për 500 euro dhe kanë preshur jashtë sistemit. Kemi një ndërhyrje direkte. Dhe ku u kapën strukturat e reja që pastaj shkonte çështja, sepse çau tha mbrapa. Kur fillua çështja ndaj Berishës, u tha që Departamenti i Shtetit e ka akuzuar si kryeministër për përfshirje në korrupsion, domethënës, shu ishte deklarata e Antony Blinken, dhe si kryeministër përfshir veprime korruptive dhe që ka penguar hetimet. Dhe në fakt akuza që ngriti SPAK-u duke që ishte motamo e marrë ajo deklarata, e zbërthyer dhe u zhvilluan ngjarjet. Se i bëri presion edhe Rama. Po e hequn pjesën s'po merremi me diplomatët që kanë ndërhyrë këtu. Edhe Escobari. Ore, Rama ishte në pjesën e lojës vetë. Ishte pjesën e lojës vetë. Pra, ai gjeti mënyrën më të mirë për goditur kundërshtarin. Si po e godiste? Me duart e tjerëve. Po e godiste me fuqi më të madhe në planet. Kush do t'i thoshte plot? Cili shqiptar nuk do të besote që që Shtetet Bashkuara janë një vend që marrin vendime mbasi një çështje shoshisin me detaje, filtrojnë e bëjnë. Ndërkohë shohim këtë situatë. Pra, nga ai non grata që mori, që u tha non grata, thashë një herë bllokimi i vizës, erdhëm te situata e sotme. Dhe mbas 5 vitesh, sot kemi një heshtje totale në krah. Ndërkohë, duhet të ketë një reagim, se mos nga kryeministri, dhe sidomos nga SPAK-u. Me këtë që ndodhi tani së fundi, SPAK-u ka dhe një motiv tjetër për të hyrë çështjes me Gonigal dhe aktivitetit të zyrtarëve të lartë shqiptar, të cilët kanë përdorur me Gonigalin për të dëmtuar interesat e shtetit shqiptar. Sepse në fund kanë dëmtuar interesat e shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. Kanë deformuar proceset zgjedhore që ndodhen në Shqipëri. Dhe prandaj me Gonigal ka ardhur në Shqipëri, po e ka prit kryeministri. Po çfarë e ka prit? I është dhënë një dosje kundër Partisë Kryesore të Opozitës. Kush ja dha? U tha që ja dha këshilltari jashtë. Po ky këshilltari jashtë personazhi i bëi dosjes. Personazhi po ku e gjeti atë dosjen? Dhe ja çoi atje. Dhe ai më njëherë e vuri në zyra e kryeministrisë të raporti. Dhe ky është hetimi që duhet të SPAK. Paralelisht me hetimin që bën për ish presidentin Meta për lobimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, shumë mirë që e bën. Por çështjen e Bashës që e kanë pushuar, ta vazhdojnë. Për Toyota Yaris, që është prapë Basha, e kanë pushuar atë. Ta hapin ta hetojnë atë. Duhet bërë ky hetim tjetër. Çështja me Gonigal është çështje shumë e rëndësishme, sepse qartazi tashmë ka prova bindse, unë bëra vetëm kronologji, se aq vazhdoi emisioni sot, po mund vazhdoj pafund për historinë me Gonigalin, se si është përdorur në rastin konkret nga pushteti në Shqipëri, nga kryeministri në veçantë, duke përdorur pozicionin e tij
si njeriu kryesor që kontrollonte dhe parlamentin, por dhe ekzekutivin, pra ai kontrollonte 2 nga 3 pushtetet. Dhe çfarë bëri? Përdori këto linja për të patur rezultat. Dhe prandaj SPAK-u sot nuk mund të fshihet kjo çështje, edhe ka 3 vjet atje, nuk mund të rrinë mënsitar. Kjo duhet dalë, qoftë ta thonë, nuk ka faj. Nuk kam përgjegjësi. Ose është parashkruar si vepër penale. Por të na e thonë, sepse kur thot me Gonigali para një gjykate në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe heshtet në Shqipëri, ndërkohë ti ke çështje të tëra që hapen vetëm me mesazhe, atëherë më fal, po çfarë jemi duke bërë? SPAK-u nuk është ngritur për të tetuar kryetarin e bashkisë Bajram Currit, Rezmi Berin atje, apo Franin e Fusharzit. Është bërë për të tetuar kryeministrin dhe për të tetuar pushtetin i cili është i çimentuar aty sipër dhe ka detyruar popullin dalë në rrugë.